Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Biznes Plus. Në minutat në vazhdim do të keni mundësi të ndiqni bisedën me kryetarin e komunës së Strugës, Zotrin Mendiqyra. Zotri Qyra, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësi që jam me ju, si gjithmonë. Faleminderit. Atëherë, Zotri Qyra, jemi para fillimit të sezonit veror, sezon nga i cili Struga mbijeton ekonomikisht. A mund të thoni se si po vijojnë përgatitjet për këtë vit dhe a kemi mësuar nga problemet e viteve të kaluara apo sërish do të përballemi me sfidat e njëjta? Tani po, përgatitemi për sezonin turistik, duke menduar që turizmi është shumë i rëndësishëm për komunën e Strugës, edhe pse për fat keq mendohet që Struga të hyrat i ka nga turizmi, por i ka nga ndërtimtaria, por megjithatë, turizmi është një veprimtari shumë e rëndësishme, e cila për fat keq është degraduar vitet e fundit dhe nuk ka statusin që duhet ta ketë komuna e Strugës si qytet turistik dhe mund të them si qytetet më të bukura në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe një ndër vendet turistike, të them margaritari i turizmit, për shumë arsye, sepse nuk është investuar në drejtimin e turizmit dhe tani kemi ato pasoja si gjithë qytetarët e Maqedonisë që e din, kemi probleme që ato që kemi pas, sepse në plazhet e Strugës është keq menaxhuar ose ka pas ndërtime të cilat kanë bërë uzurpimin, edhe publikisht e them, vazhdimisht e them, që duhet ndërpritet me këtë një herë për gjithmonë dhe kemi marrë masa që këto plazhe të rregullohen. Normalisht kemi shkuar në dy kryetarë të komunave, Struga dhe Ohrid, kemi përgatitur një projekt ligj, të cilin shpresojmë qeveria gjithësisht parlamenti ta kalojë sa më shpejt që të mundemi në mënyrë ligjore të menaxhojmë me plazhet e Strugës. Por, krahas kësaj, kemi marrë dhe masa të tjera, të cilët duhet të menaxhohen plazhet ashtu që patjetër për qytetarët e Strugës dhe të tjerë të cilët do të vinë në Strugë të kenë plazhet publike, të cilët është premtuar më herët dhe duhet të kenë plazhe publike, për fat keq ne nuk kemi plazhe publike, edhe përkundrejt atyre vendeve të cilat janë marrë me koncesione dhe një pjesë e tyre është uzurpuar, patjetër duhet të krijojmë dhe kemi marrë masa që të krijojmë një pjesë të plazheve publike. Përveç asaj ka normalisht edhe shumë gjëra tjera për të bërë ose për të ngritur nivelin e turizmit. Kemi të bëjmë me pjesën me qendra ndacak të cilët janë një pengesë edhe ato në një vend turistik siç është Struga. Kemi projekte shumë interesant, cilin së shpejti jemi në përfundim e sipër dhe ky është një arsyetim se punojmë çdo problem që ka pas Struga, të gjithë i kemi prek nga pak. Pikërisht edhe kjo ishte pyetja ime e radhës sa i përket qendrave ndacak, përveç asaj kaosit nëpër plazhe, siç e përmende, Struga gjatë viteve të kaluara është përballur edhe me infrastrukturë të dobët, kemi pa rrugë të pandriçuara, si edhe deponi ilegale, të cilat janë të shumta në numër. Tani, sa prej këtyre problemeve janë adresuar dhe cilat janë në plan për të zgjidhur? Edhe pse dim se nuk mund të zgjidhen për menjëherë të gjitha, mira po, cilat kanë një urgjencë më të madhe. Tani, me përgjegjësi të madhe, u them që nga gjithë problemet që i kemi, që janë të shumta, mbi 70 ose 80% janë prekur probleme, domethënë janë nisur, janë përgatitur të nisen dhe janë prekur si të zhvillohen tutje. Pjesa e qendrave ndacak, domethënë do ta bëjmë në formë privato-publike, një rast i rrallë, ku një investitor nga Zvicra e ka marrë përsipër, projekti ka filluar dhe shpresojmë për 250 qenë e ndacak dhe të vendosen aty dhe të jetë një projekt ku edhe qytetarët, ato të cilët kanë edhe dashuri ndaj qenjve të shkojnë të vizitojnë, por edhe të kenë mundësi të marrin ose të ambientojnë në shtëpitë e tyre
dhe është nëse i arrim qëllimi, këtë që synojmë, sigurisht do të bëhet një qendër ndoshta edhe regionale dhe shembull edhe për të tjerët. Shpresoj që t'i arrim, nuk them që s'ka probleme për të arritur deri atje, por besoj do t'i befasojnë për të mirë qytetarët e Strugës. Pjesa tjetër e deponive të egra, që për fakt të keq janë shumë, i kemi edhe në për fshatra, sepse nuk ka sistem që fshatrat ku t'i dërgojnë, për shembull, qyteti e ka ndërmarrjen komunale, që quhet ndërmarrjen publike, ku grumbullon mbeturinat, kurse fshatrat janë lënë në arrest, nuk kanë qasje ose nuk kanë zinxhir komandues dhe ndodh që nëpër qytete, nëpër fshatra të grumbullohen mbeturinat, por nga vendi, nga qendra e fshatrit, duke grumbulluar hidhen në një vend tjetër, pjesa dërmuese, jo të gjithë, hidhen jashtë fshatit dhe kjo bën të lashët dhe nxjerr deponitë e egra, jo vetëm në fshatra, por edhe në qytet. Ne kemi marrë një aksion vullnetar me ndihmën e bashkësive lokale, me komunën, ku ne i suportojmë, i mbështesim që të gjithë këto deponitë e egra të largohen njëherë për gjithmonë dhe shpresoj këtë vit dhe të fillojmë nga zero, duke i përmirësuar të gjithë, duke i pastruar të gjithë, kemi bërë edhe një plan, por gjithsesi kemi problem për t'i gjetur ku janë ato deponi, sepse ka vende ku nuk mund t'i gjejmë. Pasi t'i zbulojmë të gjithë deponit, dhe t'i mbyllim si të tilla, shpresojmë që mos mbyllet mos ketë deponit treja, sepse tani është një këshill i krijuar për deponit rajonale, ku Struga hyn aty në pjesën jug-perëndimore të komunave, ku unë jam në atë këshill dhe kemi pas disa takime, e mbështetur nga Ministria e Mjedisit dhe ambasada suedeze dhe zvicerane, të cilat kanë dhënë një buxhet për 60 milionë euro, të cilat do të ketë 4 deponi rajonale dhe për një kohë sigurisht do të ketë edhe hapje të konkursit ose tenderit ku do të konkurrojnë fabrikat të cilat do të bëjnë djegjen e tyre dhe shpresoj që me këtë ta zgjidhim njëherë për gjithmonë pjesën e mbetjeve të cilat janë me të vërtet shumë problematike, por normalisht gjithmonë kur jam para mediumeve bëj thirrje tek qytetarët të rritet e vetdia që mos hedhim mbeturina atje ku s'duhet dhe ato strukturat të cilat merren me menaxhimin e mbetjeve duhet të kenë kujdes ku i hedhin, sepse këto mbeturina sigurisht janë dëm jo vetëm i tyre vetë që shkaktojnë, por edhe për fëmijët e tyre dhe për familjarët e tyre. Shpresojmë që vetdia të rritet në nivel më të lartë që këtë problematikë ta zgjidhim njëherë për gjithmonë. Do të flasim për menaxhimin e mbeturinave tek pjesa e statusit të UNESCO, e cila rrezikohet pikërisht prej menaxhimit të mbeturinave. Mirë, po para se të kalojmë atje, më intereson ajo se gastronomët raportuan një sezon prej 20% më të ulët vitin e kaluar. Gjithashtu shohim se shumë turistë vizitojnë Strugën vetëm për disa orë gjatë qëndrimit të tyre në orë. Parashtrohet pyetja, çfarë konkretisht planifikon Komuna e Strugës që Strugën ta bëjë një destinacion të pavarur dhe jo të themi një ndalesë të shkurtër që për fat të ketë shumë turistë e praktikojnë. Tani, të humbish një veprimtari kryesore siç është turizmi, duhet shumë kohë për ta humbur. Edhe këtë për fat të keq Komuna e Strugës e ka humbur, por shpresat janë gjithsesi sepse Struga ka bukuritë e saj, ka lumin, ka liçenin, ka malin, ka infrastrukturën, kemi për fat mirë edhe aeroportin, shpresojmë që edhe korridori 8 mbyllet shumë më shpejt, rruga Kërçov-Strugë të mbyllet deri fund vitit 2026, të gjithë këto rrugë të çojnë në Strugë. Dhe besoj që ne duhet ndihmuar në pjesën tjetër që të rritet numri i vizitorëve. Unë isha dje në Prishtinë, në Kosovë, që duam
qytetarë shqiptarët e Kosovës të vizitojnë Strugën siç e kanë vizituar më herët. Më herët të gjithë shkollat 8 vjeçare dhe të mesme vinin nga Kosova, kurse për fat keq një pjesë e tyre tani nuk vinë, ose vinë me numër të vogël, edhe një pjesë shkon në Ohër. Ne nuk kemi kundër asaj të shkojnë në Ohër, po gjithsesi ne do të luftojmë që vizitorët të vinë në qytetin e Strugës. Këtu thash për ato masa që kemi marrë, dhe të vazhdojmë me masa tjera, dhe me thënë të rrisim aktivitetet kulturore, të cilat janë shumë të domosdoshme dhe shumë tërheqëse për turistët, dhe të vazhdojmë të rritjen edhe sportin, që Struga është një qytet ku ka shumë klube sportive dhe ato do t'i stimulojmë. Kemi rritë edhe buxhetin këtë vit, vitin tjetër akoma më shumë, dhe do të vazhdojmë që edhe në aspektin e buxhetit të kulturës, edhe të sportit, edhe të arsimit normalisht, bashkarisht edhe këto rrisin një pjesë të madhe të turistëve. Pa lënë anash mandej një digitalizimi i cili është shumë i domosdoshëm për Strugën, që të mundet të gjithë vizitorët që do të vinë në Strugë të kenë një qasje në internet, në pjesën digitale, ku do të kenë mundësi të sistemohen, ku kanë qef më lirë, ku kanë qef më shtrenjtë, më komod, të kenë mundësi për parkingjet, të cilët në mënyrë me GPS të dinë ku ka vendet lira dhe mund të parkohen pa problem, rezervon nga Shkupi apo nga Prishtina. Të ndërhyj si përmende parkingjet, një prej premtimeve gjatë fushatës zgjedhore ka qenë edhe ndërtimi i vendeve të reja të parkimit. Ka ndonjë plan konkret rreth kësaj, ka ndonjë iniciativë? Gazmend, gjithë premtimet që i kanë bërë para fushatës, besoni se disa të realizohen, por disa patjetër të nisen. Dhe parkingjet nëntokësore gjithsesi do të bëhen, por ka formë edhe ato do të shkojnë më mënyrën privato-publike, të cilët shpresoj është forma më e përshtatshme për të realizuar, sepse për fat keq që në Maqedoni shumë pak realizohet kjo formë e investimeve, kemi të interesuar, por duhet bëhet një plan fizibiliteti me të cilën është bazë për hapjen e tenderit për të konkuruar të tjerë. Shpresojmë që të kalojë ky sezon, sepse ne kemi nis tani për momentin ka 6 projekte infrastrukturore të cilat kanë të bëjnë me rrugët, që zbatohen me rrugët dhe me kanalizim dhe ujësillësin, dhe në muajin maj dhe të fillojnë 2 projekte tjera, 8 projekte të cilët dhe të zhvillohen, pa e fut këtu deponi, këto stacionar të quja jostre himorja e qenve, por ka edhe shumë projekte tjera që i bëjmë në përfshatra, kemi bëjmë me pjesën e ndriçimit publik, i cili e bët një farë pyetjes, edhe kjo është pjesë e turizmit, vua garantoj që më në Strugë nuk ka rrugë pa drita. Gjithçka është zgjidhur nga ardha ime dhe çdo qytetar mund ta shohë, përveç qytetit, tani shkojmë edhe në pjesën e fshatrave që ndriçimi publik të jetë prezent, sepse qytetarët edhe ashtu, edhe kur ka ndriçim edhe kur s'ka e paguajnë, dhe ky ndriçim duhet ta kenë gjithë lokalitetet, pa marrë parasysh a janë urbane apo rurale. Dhe vazhdojmë me projekte tjera të cilat kanë shumë rëndësi. Kur i përmende projektet infrastrukturore të cilat janë duke realizuar, nga ajo që pata mundësi të shoh ishte rikonstruimi i rrugës në lagjën Breshtat, si dhe aksi Strugë Morovisht. Më intereson ajo se ku janë siguruar mjetet financiare për këto projekte dhe për sa kohë pritet të përfundojë ky projekt. Tani pjesën normalisht nëpërmjet qeverisë, por jo vetëm, ka një pjesë, domethënë, të mjeteve të cilët investon komuna. Kemi të bëjmë me rrugën të Vreshtat, është një rrugë e cila ka të bëjë për rreth liçenit, ku ka një shteg këmbësorësh,
shteg bicikletash dhe sigurisht edhe një rrugë e asfaltuar me një gjelbrim, me një brezë të gjelbëruar që të jetë shumë atraktive. Por ky projekt na shtyn përpara që neve këtë shtegun e bicikletave dhe këmbësorëve ta vazhdojmë deri në Ohër. Jemi marrur vesh edhe me kryetarin e Ohrit që pjesën e Ohrit ta realizojë ai, kurse pjesën tonë ta realizojmë ne, sepse duam t'i lidhim Buzliqeni, domethënë shtegun e bicikletave, të cilët turistët sigurisht e kërkojnë që ta shfrytëzojnë dhe bën lidhshmërinë e dy qyteteve dhe mund të lëvizin sa më lehtë. Pjesa tjetër mandej e rrugës, të them, historike, e cila fillon nga plazhi, kalon te Apollonia dhe kalon rrugën kryesore dhe nga rruga kryesore mandej në Morovisht, është projekt pak më i madh dhe më i vështirë. Kemi filluar tani, ka aty të bëhet në mënyrë më bashkohore, bëhet me 4 korsi, ku lidhet me pjesën tjetër që ndërtohet tani, turistike quhet, ku do të kryqëzohen te Apollonia dhe do të bëhet një bulevard në 2 kahje, domethënë atje me 4 korsi dhe kjo pjesa tjetër me 4 korsi. Pa lënë anash gjithmonë duke marrë parasysh edhe hortikulturën, gjelbrimin dhe drunjt të cilat e bëjnë gjën më të bukur të kësaj rruge, e cila përveç që do duket bukur, do të shkarkojë trafikun i cili gjatë verës është i ngarkuar. Rruga pjesa për të kaluar në Morovisht, normalisht, kemi hap tender, është marrë tenderi për projektim, dhe shpresoj të realizohet, të mbyllet shumë shpejt për të filluar mandej sigurisht kërkojmë mjete nga qeveria dhe nga institucionet ndryshme apo IPA fonde etj. Më është premtuar që do të ndihmohet sepse është shumë i domosdoshëm kjo rruga, është shumë e domosdoshme për arsye se ngarkon trafikun nga Dibra, Veleshta dhe ato fshatra të gjithë dhe pjesën tjetër të cilët 80% e fshatrave të Strugës kalojnë tek kjo rruga dhe besoj që do të jetë historike për të realizuar. Zot Qyra, shohim se këto janë projekte serioze të cilat padyshim që kërkojnë kohë. Tani pyetja parashtrohet pse pikërisht para sezonit apo gjatë sezonit të realizohen këto projekte kur e dim se shkaktojnë edhe pakënaqësi tek turistat. Është mirë të bëhet. Larga asaj mirë po periudha, se nuk është rasti i parë, edhe viteve të kaluara kemi parë që pikërisht gjatë sezonit veror të realizohen punime të ndryshme të cilat... Ja, nuk besoj që në Strugë ka pas, se nuk di që ka dhënë dhe një projekt. Ne kemi aq projekte, domethënë kantiere ndërtimi kemi në gjithë anët, edhe e kemi planifikuar edhe atë para sezonit, gjithsesi ne do të ndalojmë së punuari. Dhe pjesa ku është projekti ndrimi i gypave të azbestit është për një muaj do të jetë përfundim e sipër, do të mbesë edhe një pjesë e vogël për 20-25%, por nuk do të jetë brenda qytetit, do të jetë jashtë qytetit. Pra thonë se gjatë sezonit veror do të ketë punime që do të ndërpritën. Pritën sepse edhe këto projekte të cilat janë që atakojnë drejt përse drejti popullatën ku frekuentojnë qytetarë, sigurisht aty duhet patjetër të ndërpritet sepse ne presim sezone, i presim edhe qytetarët që ato të jenë më komode dhe mos kenë probleme me rrugët. Në rregull, të gjitha këto përpjekje të cilët i bëni për të rrhequr investitorë, por edhe turistë në Strugë janë gjë e mirë, po nëse e shohim atë se çdo sezon Strugës apo Ohrit i mungojnë diku rreth 5.000 deri në 7.000 punëtor, nga ana tjetër e shohim se të rinë në vendin tonë parapëlqejnë që gjatë sezonit veror të shkojnë në Kroaci ku pagat janë dikur prej 2 deri në 3 herë më të larta se në vendin tonë. E pam se ideja për tërheqjen e punëtorëve nga jashtë nuk po jep rezultat. I shohim punëtorë nga Bangladeshi dhe Nepali të cilët për fat të keq po e shfrytëzojnë Maqedoninë e Veriut si një rrugë tranziti. Sipas jush, si shihni zgjidhjen tek ky problem tejet serioz? Edhe kur keni qenë kryetari i Odës Ekonomike, keni qenë të zëshëm sa i përket kësaj çështje, e cila ka ndikuar edhe tek veprimtaritë e tjera në ekonomi.
Normalisht që është problem shumë i madh. Fuqia punëtore mungon në Maqedoni, mungon në region, sepse po të mungonte vetëm Maqedoni e kishim zgjidhur sigurisht. Kemi probleme në pjesën e turizmit dhe hotelerisë, ku tani qeveria ka sjell një ligj të cila do ta zbus pak këtë, për arsye se lejon edhe nxënësit të punësojnë, për punësim sezonal, po është pozitiv. Dhe një pjesë e tyre do të angazhohen tek ne veç janë lajmëruar studentët edhe nxënësit të punojnë. Është problem i theksuar sepse ato që vinë nga jashtë nuk mund të akomodohen, nuk mund të adaptohen me kushtet tona, ka standarde të tjera. Bangladeshi nuk e ka standardin që kemi ne në Strugë ose në Maqedoni në përgjithësi. Dhe këtu do të insistojmë që tani do të jemi në kontakt edhe me shkollat e mesme, të cilet mund t'i sistemojmë disa nga ata nëpër hotelier, nëpër vendet restorante apo vende hoteliere ku kanë nevojë. Do ta zbusim, unë do të ndërlidhem me këtë, për fat keq shumica mendojnë që po shkon jashtë edhe fitojnë më shumë. Pagat nuk janë siç kanë qenë, pagat janë rritë, sidomos për kuzhinierët, të cilët shkojnë shohën në Kroaci, është fiksuar. Ne kemi, tani unë kam edhe merrem me djemtë mi, familja im merret me hoteleri dhe një kuzhinier tek ne është nga 1500 e sipër. 1500 euro e sipër, do thotë nuk është pagë e ulët. Por tani kemi një problem të cilin e kam thënë, e vazhdimisht e kam potencuar, sepse janë fiksuar se i po shkon jashtë dhe fitojnë më shumë, edhe pse kushtet për të jetuar e për të punuar aty janë shumë të vështira, tek ne nuk e kemi produktivitetin atë që duhet, sepse produktiviteti kur dalin këto punëtorë aty jashtë e rrisin, po ta rrisim edhe ne produktivitetin dhe ta zgjidhim me këtë problem. Besoj që duhet pak më shumë këtë trajnimit shkohet, në atë fushë duhet punohet, por unë nuk kam arrit do të aq shpejt se 5 muaj e gjysmë që jam në pushtet sekretari i komunës, dhe shpresoj vitin e ardhshëm të kemi edhe një seleksionim më të mirë dhe një trajnim të cilën mund ta bëjmë edhe në aspektin e kuzhinierëve, po edhe kamarierëve të cilët kemi në rrethin tonë. Shpresoj që të vazhdohet kështu edhe me rritjen e pagave, të cilët për të rritë pagat sigurisht duhet edhe të punësuarit të rrisin produktivitetin që punëdhënësi më lehtë të rrisë pagën dhe kështu bashkarisht të rrinë ke qëllimi duar. Pra, sipas jush, se përket mungesës së fuqisë punëtore, fokusi duhet të jetë tek tregu vendor. Patjetër, ne duhet të absorbojmë fuqinë që kemi. Ne kemi në përrentet përpunësim, agjencioni përpunësim që quhet, rreth 90 diçka mijë, dhe besoj kurse tregut përgjithësi në Maqedoni, afarizmit, biznesit i duhen rreth 20-25.000. Pse mos i seleksionojmë këto 90.000, ti nxjerrim, ato të cilët duan të punojnë, normalisht se ka edhe prej tyre që nuk duan të punojnë, pa ato që duan edhe kanë dëshirë, por nuk kanë dieni për atë profesion, ti trajnojmë dhe në këtë drejtim duhet edhe qeveria, edhe ne si institucion, si komunë, por bashkarisht bëjmë edhe akademit shkollore, dhe më thonë qoftë universitetet, qoftë shkollat e mesme, ti orientojnë, të bëjnë kurse të ndryshme, trajnime të ndryshme që t'jenë më të përgatitur për të dhënë për të qenë më efikas që të mbesin këtu, sepse ka punë, nuk mund të binde askush tani që të thotë që në Strugë apo në Maqedoni nuk ka punë. Unë e di punëtorë të cilët punojnë nga 2 ndrime, punojnë edhe si kamarier, punojnë edhe një punë tjetër, edhe merr një pagë 1.500 euro, po të punojë 1.300-1.500 euro. Që është, ndoshta nuk është perfekte, nuk është solide shumë, por është për të mbijetuar mirë, për të jetuar shumë mirë në vendlindje, edhe këto do të ta kapim si filozofi që të shtyjmë patjetër që neve duhet të vendosim që të jetojmë këtu
edhe të kërkojmë. Duhet të kërkojmë më të mirën e mundshme në vendin tonë. Cili është komenti juaj në lidhje me ata pronarë se i përket sjelljes së punëtorëve nga jashtë, ku ankohen se procedurat për të sjellë një punëtor nga jashtë zgjasin shumë, ka ndodhur që sezoni të fillojë dhe të mbarojë, ndërsa procedura për ta sjellë punëtorin ende jo. I kushton kjo shumë turizmit, të themi? Sigurisht çdo afarist e planifikon edhe kohën edhe punën, kur duhet të startojë për një punë. Derisa ti e ke parasysh që mund të vijë dikush nga jashtë në momentin e duhur edhe nuk vjen në momentin e duhur, sigurisht që humbjet janë të mëdha, sepse nëse ne kërkojmë punëtor në turizëm të inkuadrohen, edhe nëse nuk vinë në qershor, për shtator nuk më duhet ai, dhe në këtë rast pajtoj me ju që humbja është e madhe. Ka procedura shumë të ngatërsuara, duhet patjetër qeveria të merret edhe me këtë tash përshpejtojë procedurën, të redukohen procedurat për të futur. Pasi tani kuota është arrit në 10.000 punëtor nga jashtë, por ajo procedura mbushet për menjëherë. Ka edhe aty një pjesë e punëtorëve të cilët kompanitë të cilët vinë sidomos nga Turqia, disa vende tjera, ato i marrin edhe punë. Edhe kjo e bën plotësimin me njerë, mandej kemi edhe koridorin 8 ku janë të angazhuar, nuk e di më saktë, më ka pi për fjalë rreth 2.000 të punësuar, të cilët një pjesë e madhe është edhe nga jashtë, dhe pa lënë anash atë pjesën profesionale të arkitektëve, të inxhinierëve të cilët vinë, dhe kjo rrit e plotson numrin me një herë, dhe kështu që nëse kemi investime kapitale nga jashtë, mendoj nga kompanitë të cilët realizojnë investimet këtu kapitale, atëherë sigurisht që do të rritet nevoja për të importuar fuqi punëtore më shumë. Pasi që e përmende koridorin 8, ka pasur shumë shqetësime të mëdha se Struga do të lihet anësh prej koridorit 8, më konkretisht segmenti prej Trebenisht deri në Qafthan. Tani sa është real premtimi se lidhja me Strugës dhe Qafthanës do të realizohet? Shohim se autoritetet thonë se kjo do të realizohet. Tani u kujtohet ju kur gjithë thonin që kalon unë dola me një qendrim atëherë, dhe nëse keni përcjellë kam thonë nuk ka mundësi koridori 8 të shkojë diku tjetër. Sepse edhe nga liçeni, përmes liçenit shkojë përsëri për rreth Strugës, shkojë sepse duhet lidhet me Shqipërinë. Për të lidhur me Shqipërinë patjetër do të kalojë në qytetin e Strugës. Dhe tani ka kërkesë nga UNESCO-ja. Unë kam marrë pjesë në Paris me kryetarin e Ohrit dhe me zëvendës kryeministrin, me ministrin Muhamet Hoxhën, etj. 4 ministra kemi qenë, 2 kryetar komune, dhe kërkojnë mënyrë alternativë, sepse ka të bëhe pak aty me Trebenisht, flitet edhe është folë që ka artefakte ose kërkon UNESCO, ne duhet t'i plotësojmë kushtet, sepse ne ishim atje dhe UNESCO-ja kishte fut liçenin e Ohrit, gjithçka Strugën, Ohrin dhe Pogradecin në listën për t'i larguar nga UNESCO-ja. Ne shkuam e dham një garancion atje që do t'i përshtatemi kushteve të UNESCO-s. Normalisht do të gjehet një farforme, por unë ju garantoj që koridori 8 do të kalojë nëpër Strugë dhe do të realizohet. Pyetja ime do të ishte për sa kohë do të realizohet, a do të realizohet për këtë kohë që është në shkryerje kontrata me Bechtelin që të realizohet deri në 2029, se për të realizuar, për të kaluar nga Struga, patjetër që duhet të kalohet se s'ka alternativë tjetër. Edhe nga komuna e Strugës ishin të këmbgulur se koridori 8 patjetër që duhet kaloj nga Struga. Tani përmendet disa takime të cilat i kena realizuar në Paris me UNESCO-n. Ka ndonjë lëvizje reale në terren, kur pritet ata, ka informacione se ata në mesin e majit ose në fillim të qershorit duhet të vinë dhe të shohin në terren se si janë punimet. Deklaratën që e dhash atëherë, domethënë që koridori 8 duhet të kalojë nëpër rreth Strugës, sigurisht jo nëpër Strugë, rreth Strugës, ku do të ketë 2-3 kilometra, varet tash largësia për të kaluar në qendër.
Dhe të njëjtën e dhanë edhe zëvendës kryeministri i transportit, edhe zëvendës ministrja e transportit, vazhdojnë ta japin të gjithë. Pritet që të vinë në qershor një ekip i UNESCO-s dhe shpresoj që të vinë edhe të binden se kjo duhet të realizohet dhe ato gojërisht na ka thënë që ne nuk jemi kundër ndërtimit të një infrastrukture e cila është një rrugë shumë domethënëse për ne, është përveç në aspektin ekonomik, është edhe në aspektin politik, sepse ka të bëjë me korridorin 8 i cili lidh perëndimin edhe nga Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria dhe Italia, i cili është edhe, mendoj, një projekt geostrategjik shumë i rëndësishëm për gjithë këto pjesë ku e ka përsipër edhe llogaritet si korridori i NATO-s, i cili nuk besoj që të ngecë. E përmendë pak më herët uzurpimet të cilat kanë ndodhur në Strug, të cilat për fat e keqe rrezikojnë edhe statusin në UNESCO, gjithashtu janë edhe menaxhimi i mbeturinave për të cilët fole pak më herët, edhe menaxhimi i ujrave të zeza. Çfarë hapa konkret keni ndërmarrë si komunë për të tejkaluar sado pak këto probleme? Tani po them që kemi ndërmarrë këtë punë dhe të gënjej, por sigurisht që ne kemi marrë ato që thash më herët për masat, kemi bërë përpazim për plazhet, do të ketë një ligj, sepse koncesionet të cilët janë dhënë në vitin 2011 më duket, deri në 2016 në rrshdash janë dhënë në një farë forme që të kthehen në gjendjen e parshme. Dhe qeveritë atëhershme dhe qeveria lokale edhe qendrore nuk kanë arritur të t'i kthejnë në gjendjen e parshme, kanë filluar të zhvillohet më të tjerë, të njëjtat që kanë pas koncesione, kanë vazhduar mandej edhe të punojnë, po ka pas edhe ndërhyrje tjera, ndërtime tjera të cilat kanë penguar, ka pas edhe uzurpime tjera dhe nga 2016 është dashur të cilët një ligj ose një vendim çfarë kahje dhe të marren plazhet. Ne kemi propozuar atë. Tani qeveria sa do ta marrë parasysh ato të ketë ndërhyrje ose jo. Besoj që po të kalohet tani do të veprojmë me atë ligj. Aty në atë ligj parashifet edhe prishjen e disa objekteve të cilët nuk janë të përshtatshme ose janë uzurpuar ose nuk kanë dokumentacionin adekuat etj. Dhe në këtë drejtim nuk kam pardon fare. Nëse prishen e të prishen, nëse merret vendim që të prishen e të fillohet nga e para, siç është bërë edhe në Pogradec, dhe pastrohet liçeni që mos kemi problem. Nëse rregullohet ndryshe, domethënë me ligj, me një projekt që të jenë simetrikisht objektet edhe në aspektin vizual të jenë të mira, por edhe në aspektin funksional, atëherë do të ulemi me ato të cilët i kanë, me ata personat të cilët e menaxhojnë, dhe të shohim që të gjejmë formën më të përshtatshme të mundshme. Dhe unë jam kategorik në këtë drejtim që plazhet njëherë për gjithmonë do të zgjidhet me ligj, edhe njëherë për gjithmonë të mbyllet kjo forma e uzurpimit. Sepse ja është pasuri publike e gjithë qytetarëve të Strugës. Nuk është e njërit ose tjetrit. Nuk jam kundër investime, nuk jam kundër, jam pro biznesit, po të bëhen në mënyrë në forma, sigurisht. T'jenë formale, mos jenë informale. T'jenë gjithçka që është, t'jetë formale, me ligj, i caktuar, ku duhet ndërtohet, sa do t'jetë plazhi publik, sa do t'jetë plazhi i cili të pagohet, kush don të pagoj, do të shkojë të pagoj, kush don të shtrihet në rënë në zallë, do të shtrihet në zallë, etj. Duhet ta ndrojmë edhe formën, edhe mënyrën, edhe mentalitetin. Mendoni se do ta ruajmë statusin UNESCO apo do ta humbasim? Ne duhet ta mbajmë UNESCO-n normalisht, po për ta mbajtur duhet të gjithë. Domethënë nga pushteti qendror, që është më i fuqishëm, pushteti lokal, ndërmarrjet, biznesi dhe sigurisht qytetarët të cilët duhet ta ruajnë sepse kemi një pasuri të hatashme që nuk e dim sa vlen. Të shpresojmë se do ta mbajmë statusin në UNESCO.
Po sigurisht, me shpresojmë. Tani për tani ne jemi rrugë të mbarë për ta mbajtur dhe varet prej nesh. Jemi në fund të emisionit, kam edhe disa pyetje të shkurta. Dua të flas pak për diasporën. E dim që diaspora e Strugës dërgon me miliona euro çdo vit, mirë po sa prej këtyre parave investon, themi në biznese, fabrika apo agrobizneset të cilat janë të njohura në rajonin e Strugës, dhe çfarë bëni ju si komunë për ta parë diasporën si një partner ekonomik dhe jo për ta parë si një vizitor sezonal? Unë ndërreshta përgjigjet e disa pyetjeve që i dhash kishte të bëjë edhe me diasporën, domethënë investimet e diasporës. Kjo qendra e qenvenda cakte, e cila është do të jetë një investues nga diaspora. Shpresoj ka të interesuar edhe për pjesën e parkimeve toksore, besoj që diaspora dhe kanë bërë ftesë vazhdimisht edhe takimet që kanë pas atje, edhe para se të bëjmë kryetar, edhe pas kryetar, që ato paratë e tyre duhet të investojnë aty ku duhet. Normalisht ne kemi përfitime edhe tjera të cilat nuk janë investime kapitale, por janë investime të cilat për fat mirë vinë, bëjnë dasmat e high-end-et, vinë pushojnë këtu, por ajo është një pjesë që dangadal po zbehet, që do të vijë koha pas 20-30 vjet nuk do të ekzistojë. Ne duhet të shohim që diaspora të investojë aty ku mund të rrijë, dhe aty ka sigurisht ne do të hapim tash edhe një tender ku do të kenë të drejtë të konkurrojnë në pjesat e zonave ekonomike, ku do të ketë komuna do të tenderoj dhe mund të futen aty, mund të investojnë, mund të ndërtojnë, normalisht që kushtet të bëjmë më të mira. Tek ne ka ndryshuar gjithçka, unë tani nuk dua të lëvdojmë çfarë ndryshime bën në Strugë, por spakti në pjesën administrative kemi bërë një ndryshim të atashëm, sepse punëtorët në komunën e Strugës tani e dinë orarin e punës nga 8 deri në 4 se kanë ditë më herët, dhe çdo dokument të cila duhet të jepet qytetarit bëhet në afat rekord. Do të jap një shembull që qytetarët janë sigurisht dëgjojnë tash edhe shohin, një certifikat për ndërtim afati kohor më së gjatë është 72 orë. I njëjti dokument është dhënë me 1 muaj, 2 muaj, ndoshta edhe më shumë disa herë. Domethënë çdo dokument, pa marrë parasysh, a është parti BDI, a është Vlen, a është VMRO, SDS, jo i takon këtij, si ja japim këtij, të japim atij, kjo është mbyllur, dhe kjo do të ndihmojë qytetarët diaspora që të vijë të investojë. Këtu kemi, përvarësisht se ne me ardhen tonë kemi bërë që pagesat e tatimeve të jenë nga në formë elektronike, që s'ka qenë me vite tëra nga ardha ime, po, që të bëjmë pagesën, që mos ketë problema ndej, jo kamat vonesa, jo diçka tjetër, domethënë këtë ja kemi mundësuar. Gjatë verës do të bëjmë edhe një sportel që do të punojë edhe ditën e shtunë, që të mundet të marrin dokumentacionin e nevojshëm nëse kanë për ta ngrit të rhequr dokumentin. Kemi gjetë forma tjera që qytetarët që punojnë botën e jashtme të jenë sa më lirë dhe të kenë qasjet e institucionet. Dhe gjithë këto do ta bëjnë që ata të mundet të investojnë edhe në projekte të cilat ato mendojnë që duhet të propozojnë. Ne kemi edhe një faqe ku shpresojmë të rinjt nga diaspora të inkuadrojmë. Të ajo faqe janë lajmëruar edhe 20 të rinj të cilët punojnë në botën e jashtme, të cilët janë të përgatitur, ta ndihmojnë komunën e Strugës, vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjithë ato që e duan Strugën dhe për Strugën, të vazhdojnë të mendojnë dhe të japin ide, sugjerime, po pse jo edhe kritika, për të drejtuar në rrugën e duhur, sepse Struga ka momentin ideal për të futur mbi nare për të ecë përpara në aspektin edhe të turizmit, në aspektin edhe të ekonomisë, por në aspektet edhe të tjera të kulturës,
të sportit, pse jo edhe shumë të tjera. Ne për herë të parë këtë vit kemi verën e Strugës, një javë kulturore ku do të ketë shumë manifestime që do të jetë për herë të parë një ndryshim i madh. Për fund kam edhe një pyetje, e përmendet në fillim të bisedës se ndërtimi është ajo që e mban gjallë Strugën, sa është interesimi i diasporës për të blerë prona, patundshmëri, themi apo banesa, për arsye se keni njohuri edhe rreth sektorit të ndërtimtarisë. Ka interes për të investuar në patundshmëri? Po, vazhdon të jetë interesimi në pjesën e banimit, por edhe në pjesë disa e afarizmit, dhe më thënë lokale. Unë mendoj që duhet të koncentrojmë në pjesën tjetër të hotelerisë, sepse ka nevojë Struga për hotele, akoma. Ka kapacitete dhe mendoj sa më shumë hotele të ketë, më shumë turistë vinë. Dhe pjesën tjetër, pa tjetër ne duhet të bëjmë kushte infrastrukturore në pjesën e fshatrave turistik, të cilët tek ne në Maqedoni nuk se janë aktiv, dhe pse jo dhe në pjesën e turizmit malor, i cili të ne Struga, qytetarët, ato që se din, ka lartësi mbydetare 694 m2, 694 në altësi mbydetare, më falni, dhe plus se ka edhe malin shumë afër dhe është element kryesor të Struga është që gjatë verës temperatura gjatë ditës mund të jetë 35, gjatë natës mund ta kesh 20, 22 ose 18, që është shumë i përshtatshëm për turizëm. Plus se ka edhe malin shumë afër, diku 20 minuta për të investuar në fshatrat turistik, të cilët sigurisht besoj që diaspora ta ketë si ide, kurse ne si komunë të japim mundësinë të bëjmë urbanizimin dhe të japim dokumentacionin e duhur për të realizuar projekte të tilla. Të shpresojmë se Struga një ditë do të arrijë aty ku të gjithë ne kemi dëshirë. Juve ju faleminderit për kohën që ndat. Kënaqësi. Faleminderit edhe ju. Shues nderuar, ndoshet kështu bisedën me kryetarin e komunës së Strugës, zotrin Mendi Qyra. Juve ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.